Ndonse kanë kaluar 24 orë nga grabitja e dhunshme, policia e Vlorës nuk ka asnjë të arrestuar, ndërsa biznesmeni Blonjat Bukurosh Malaj rrëfen se ndihen pasiguri për jetën e tij. Unë pata orën e keqe si biznesmeni i radhës për t'u grabitur. Unë kam 2 fëmijë për të rritur dhe kam detyrime dhe jam shumë i sigurt që këtij shteti kam paguar çdo lloj takse dhe detyrimi që kam. Dhe nuk kërkoj as më shumë as më pak të më mbrojë jetën. 46 vjeçari thotë se ndonse njoftoi policinë dhe u dha të dhëna rreth grabitësve, ata u larguan duke përfituar edhe nga errësira, ndërkohë që mjeti i tij me targa AA 184 CE është gjetur i braktisur nga grabitësit në afërsi të fshatit Kot. Zakonisht unë kam humbë besimin tek forcat e rendit se kam bërë shumë kallëzime në atë dhe deklarata të ndryshme, çështja shkon, mbyllet prapë dhe sot unë mund të kem DNI, mundet të kem dhe një DNI ose dyshoj, por nuk kam besimin e plot që kjo polici mund ta krijojë arrestimin e duhur. Ndërmjet 2 burrave më të rritur ekzistonte edhe një minoren sipas mendimit tim, i cili kishte një fytyrë fëminore, po i dhunshëm në kulturë dhe kjo tregon se ku shkon sot rinia dhe adoleshenca. Biznesmeni Blonjat ka rënë prej 3 grabitësve të maskuar në orët e para të mëngjesit të së dielës, duke i marrë në kërcënimin e armëve 3.5 milion lekë të vjetra dhe 185 euro që kishte me vete, si edhe automjetin e tij tip Mercedes.